Dimitri, ç'po bën të keqen mami? Polaj pjata. Polaj pjatat, leri pak pjatat, leri. Se të kam një dhurat. Shi. Ka vënë edhe për parë se të laj pjatat. Shiko se çfarë të solli mami? Të bjohu dhurata, se jam mamaja më e mirë në botë. Po, do ta hapi. Doni të shikoni dhe juve tani si djalit tim se çfarë i kam porositur. Me që po vinë edhe pashkët, edhe na duhen qerik, lambada, të gjitha këto gjërat. Edhe unë kam gjetur Fairy Tale Craft, Ani, e cila i krijon të gjitha këto gjërat e bukura, edhe tani po të mundem të hap të tregoj. Shikoni se sa pak të bukura që vijnë. Dimitri, këtë hapim të parë, këtë apo këtë? Këtë? No, actually. Wow! Roblox! My favorite game! Ato që donte. Roblox! My favorite game! I love Roblox! Dhe Ani nuk ja prishi kejfin. Roblox! Shikoni sa të bukur që e ka krijuar, shikoni. Give me that! E do djali. Wow, kjo është për Sotirin, për djalin e Evës. Shikoni sa e bukur që është. Wow, fantastike është. Shikoni se çfarë gjëra të bukura që krijon kjo vajzë, shikoni. Dimitri, çfarë thot këtu mama? Dimitri, shikoni sa ashtu e bukur që është, shikoni. Ani krijon çdo gjë me dorë, edhe krijon dhurata për të gjithë familjen, qëri tani për pashkë, për pagëzime, për çdo gjë. Oh, këto. Shikoni sa të bukura që janë këto lambadat tani. Për mua dhe brevën. Hey, Bob, So cute. Wow, shikoni. Me emrin e Dimitrit. Shikoni sa i bukur që është ky qeriu, po. Shikoni edhe një qeri tjetër sa i bukur që është. Më vjen të haron fantastike ka paku që do ta vendosim këtu. Ani, faleminderit shumë për të gjitha këto gjërat, ishin tamam si që kisha menduar. Në këtu adresën nga Fairy Tale Craft. Në qoftë se dojnë të porositë me juve këto gjëra kaq të bukura dhe të gëzojnë fëmijët siç u gëzua Kritimi.